Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa tamu taslima ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun e Madhreshëm, salavatin me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm, jemi duke u shoqëruar me fjalët e Allahut xhelle xhelaluhu, praktikisht jemi duke komentuar Suratul Insan, kaptina e njerit. Allahu xhelle xhelaluhu nuk e ka emërtu këtë kaptinë e muslimanëve, po kaptina e njerit, sepse njeriu, pra muslimani është pjesë e njerëzisë. Përsa Allahu xhelle xhelaluhu ka dashur, sikur ka dashur më na thonë këtë kaptinë, më thonë njerëzve, se këto që po i përmendim këtë kaptinë janë për juve. Mos i humbni. Mos ju ikin këto favore, këto të mira, këto mirësi. Andaj të ndershëm vëllezër, pa humbur shumë kohë në hyrje, të shumta janë premtimet që Allahu xhelle xhelaluhu u ka bërë njerëzimit. Shpërblimet që i presin, mirësi të shumta e kështu me radhë. Në citatin e fundit që kemi komentuar, citatin 6, Allahu xhelle xhelaluhu përshkruan begatit e xhenetit. Pra edhe një herë në përkujtim, edhe pse ne të gjithë i dim këto, por kemi nevojë t'ja përkujtojmë vetvetes. Allahu e ka kriju këtë gjithësi dhe çka ka në te, na ka kriju edhe neve. Allahu e ka kriju xhenetin, edhe xhenemin gjithsesi. Po tani po flet Allahu për xhenetin. I ka kriju begatitë e xhenetit. Dhe ai xhelle xhelaluhu sakt e din kujt çka i duhet dhe kush çka meriton. Ndër të mirat që Allahu xhelle xhelaluhu ja ka premtuar robëve të tij është një burim në xhenet i cili e përcjell njeriu ka çkon. Është vështirë me kuptu me logjikën tonë begatinë e xhenetit, po ne mundohemi sepse Allahu xhelle xhelaluhu sikur mos ishte kështu, nuk na kish përmend këto gjëra. Kish thonë që në xhenet keni të mira dhe me çka që kish përmbyll. Po derisa ka përmend edhe gjëra konkrete, pasuri konkrete, i bie që ne ja parafrojmë, marrëmi shembuj. Pra, parafërsisht mund ta paraftyrojmë, sikur që hija e trupit, do thotë i shkon mbrapa njeriut, qashtu i shkon mbrapa ky burim banori xhenetit. Dhe kemi thënë në ligjëratën e fundit, sikur të ishte vetëm që kjo mirësi në xhenet, na kish mjaftu. Por Allahu nuk nalet me këto. Allahu xhelle xhelaluhu vazhdon të përshkruan mirësi të xhenetit. Allahu përmend thekson se si rezultat i kujt, si rezultat i çfarë vepre është ky burim. Në citatin 7 Allahu xhelle xhelaluhu thotë: "Yufune bin-nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira." Pra, këta që janë meritor të këtij burimit në xhenet, kafura e ka quajtur Allahu xhelle xhelaluhu, burim aromatik. Kështu parafërsisht, nëse mundemi me parafru kuptimin e këtij burimi. Allahu xhelle xhelaluhu e ka emërtu, po ne për shkak të mungesës së fjalorit, do thotë pe parafrojmë burim aromatik me shije të mirë. Çka ka për këta? Çka kanë bërë këta? Allahu xhelle xhelaluhu po i thekson disa gjëra. Yufune bin-nadhr. Këta i zbatojnë zotimet e tyre. Çështë është përkthimi? Përkthimi është janë zbatues të zotimeve. Për çfarë zotimi po bëhet këtë fjalë, do të flas më vonë. E pastaj çka kanë këta të veçantë? Wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Këta që janë meritor të këtij burimi, po i frigohen një dite, po fjala për ditën e gjykimit, që sherrri i kësaj dite është shumë i madh. Pra, si rezultati i kësaj, këta ja kanë mësuar me u lodh në këtë botë kështu thjesht, pa komplekse i bjen. E dinë që kanë mu përballë me vështërsitë e ditës së gjykimit. Dhe se dita e gjykimit është 5000 vjet. Dhe se dita e gjykimit ka zavalle, ka vështërsi, ka hjeka, ka mundime,
Këta që dojnë më mësy xhenetit e kanë përzgjedhur këtë botë një rrugë pak më ndryshe. Cila është aja? Pra, krejt vujnë këtë botë. Edhe ata që zvinë xhami vujnë. Edhe ata që tash janë të bëjnë diçka, janë të lodh dikun. Edhe ata që sa s'falen, lodhen dika tjetër. Edhe ata që sa xherojnë, lodhen dika tjetër. Se ju duket agjerimi shumë i rënd, ama dika tjetër e kanë hala më rënd. Banorët e xhenetit e kanë zgjedhur çita, edhe nëse ju duket e vështirë, pse? Se po dojnë që në ditën e gjykimit me i shpëtu një ditë që Allah po qunë, kanë sharruhu mustatira, që e keqja e asoj ditë është pra e tmerrshme. Është pra gjithë përfshirëse. Allahu i përmendi këtu dy gjëra, dy të veçanta për meritorët e këtij burimi. Një, i zbatojnë Allahu po thotë këtu një të veçantë, i zbatojnë premtimet, i zbatojnë zotimet. Për çfarë zotimi është fjala? Dietarët thonë këtu hyn zotimi ndaj obligimeve që ja kemi dhënë besën Allahut. Pra i kryen farzet e Zotit. Ka hyn byllëk, ka hyn moshën madhore, është i vetëdijshëm, e din që do të mu falet. Ka ardhur muji Ramazanit, e din që do të më agjeru, agjeron. Ka ardhur koha haxhit, e din që haxhi do të e kryen. Ka ardhur koha zakatit, ka pasuri e jep. Që kjo është një. Pra me i zbatu zotimet. Tjetra, e din që Allahu ka pru vendimi dhe na ka ndalu nga disa ndalesa, largohet. Kjo është me i zbatu zotimet e Zotit. E pastaj edhe një diçka e veçantë, që këta janë të vazhdueshëm. Këta në qito zotime janë të vazhdueshëm. Në qito urdhra janë të vazhdueshëm. Pra nuk janë sezonal, kanë thonë dietarët islam. Por me qenë pra meritor të këtij burimi dhe të mirave në xhenet, janë të vazhdueshëm dhe jo do thotë të përkohshëm. Dhe çështja e dytë që Allahu po përmend këtë citat është frika nga dita e gjykimit, praktikisht nga vështirësitë të merë i ditës së gjykimit. Këta gjithmonë i kanë parasysh këto gjëra dhe krejt këto janë iniciatorë që këta do thotë ja kanë mësy këtyre mirësive. Po ju vetëm kaq të ndershëm vëllezër. Këta pra banorët e xhenetit, meritorë të këtij burimi që Allah e ka quajtur kafura, pra burim aromatik, në jetën e tyne e kanë pas mesin e veprave ose në mesin e shumë veprave të mira edhe një të mirë të veçantë. Që Allahu xhelle xhelaluhu e ka përmend citatin te: "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinen wa yatiman wa asira." Këta për hir të Allahut i kanë ushqy të varfërit, jetimet dhe sklavët. Pra Allahu xhelle xhelaluhu e ka përmend në mesin e punëve tyne të mira. Pra, këtu nuk flitet për farze, vëllezër. Nuk po përmendin që këta janë falë shumë. As kanë kry shumë haxha, as kanë bën shumë Ramazan, jo. Se farzet u kuptuan më herët në pjesën e citatit që këta i zbatojnë zotimit. Aty hin farzet. Po dhe Allahu nuk po thotë këtu që këta i kanë ikë harameve. Jo, se u përmendën më herët e zotimit. Po prej punëve të tyne dytësore, nafile, vullnetare, të theksuar e kanë pas çështjen e të ushqyerit të varfërve. Vëllezër, Allahu e din më së miri, ajo çka unë ku mujt me kuptu nga citati, është se çit punë e don Allahu shumë. Punën e të ushqyerve me ushqim të varfërve për hir të Zotit. E don Zoti shumë. Derisa e don shumë e ka përmend Allahu. Sikur të kishte diçka që e don Allahu shumë, në çit vend e kish përmend. Sepse Allahu në fakt kemi argumente të shumta edhe në Kur'an, edhe në thonit profetike që Zoti don shumë gjëra. Për shembull, Zoti don që e don namazin në kohën e parë. Zoti don që robi kur ta bën një punë me perfekcionu. Zoti don, ka ardhur hadithin tjetër, Allahu xhelle xhelalu don që robi kur e bën një punë me qenë i vazhdueshëm. Pra, ka shumë argumente që Zoti e don këtë edhe këtë edhe këtë. Po këtu e ka përmend një të veçantë. Që i bie të ndershëm vëllezër, muj me thonë ndoshta
bind shumë se qëtë citat na e këna pa në praktik të të partë e popullit tonë. Qëtë ajet e këna pa në praktik të të parët e popullit tonë. Të babalartë të gjyshtit tonë dhe t'juftë. Qysh mujna me vërtetu qëta? Për gjeneratën e re, gjeneratën e pas luftës, gjeneratën e teknologjisë që është na i qujnë, është e pakapshme kjo, po kjo është realitet që ka ndodhur të na. Unë po i përmeni disa shembuj në troje tona, që i kena mëri na, i kena përjetu, unë bashkë me juve që i keni një mosh. A ka bova kjo vllaznin e herë, ju që i keni një mosh 50-60 vjetë? A ka bova kjo në herë me orë musafiri edhe mës mi shtru buk? Ka bova kjo në herë? Nuk ka bova kjo. Qoftë edhe që a i ka ardhë, do më ka hongër drejk ose dalë në shpit vetë, nuk e ka pyet një koqiri, a ke hongër as ke hongër. Apo? Unë po flasë për ata që kanë qenë shpjanika, ata që kanë di që ka musafiri, ata që kanë pas oda, që shtu ka qenë vëllezër, terin këtë luftës edhe pak mas luftës, edhe pak po të mas luftës. Se tani sistemi i ri, pe dini që, po, ne ka pruni 3, amo ne ka, bashkë me 3, ne ka hiqet të vjetër. Që kjo është që nuk i rumë parimit, tani ti merë dikush, për mës me hiju në shumë ta shka pëndodhë, po më intereson me përmen ato që ju konë të na. Vëllezër, që kjo konë evidenti të na. Deri vonë, kur dë që ka orë musafiri, në gjysë ditës, në gjysë natës, në mëngjes herët, hapi i parë që ka bo një koqiri, i ka afru bukën. Pa e pyet a ke hongër as ke hongër. E sot me tarë musafiri tani dhe të mushton. Se a i të masmarit vetë, a i për bukë. E kjo nuk është kulturë. Kjo nuk është kulturë. Këto të bjam mësori njës. Nuk është kulturë e një koqirit me vetë musafirin, a i për bukë, a i për qaj, a i për kafe. Jo vëllezër, në shtëpia tona edhe t'jujat, po flasë të babalartë dhe gjyshrit. Inshallah dhe na e njekmi rrugën e tyne, qështu ka. Hapi parë konë ja ka shtru bukën. Dy goj bukë, tani fillojnë me bo mohabet. E qëta ajet, kër e këmë ledzu une, pëse kjo ajet e vëllezër ledzu çdo javë. Besani vëllezër që çdo ajet qësaj sure, mundohna me përjetu. Se jo rasisht çdo javë e ka ledzu pejgamberi sa. Çdo javë që sure ka ledzu namazin e sabajt, e kena spjegu këta. Në farzën e sabajt, në ditën e gjumët. Çdo javë. Sikur që na ka porosit, Suratul Kehf. Çdo javë me ledzu. Se aty ka mësimi që na vinë na nevojitën për diçmëri. Edhe ka ledzu Suratul Sejdë, ka më ardhurën edhe komentimit të saj inshallah, po na jemi të shpjegu kaptinën e insanit, njeriu. Pra, Allahu e don shumë të ushqyerit me bukë të varfërve. Edhe pse sot na kena bë boll, fal Allahut. Bota nuk ka boll. Vallahi bota s'ka boll. Sot kontinjerat tonë, fatkeqësisht, mjerisht, mushen me bukë që të gjujtur. Baballarët tonë dhe t'juft, troshat e bukës i kanë fshi. Troshat vëllezër, thërmijat, kur kanë hangër drek, darkë, i kanë fshi, ja kanë qitë pulav, ose kafshëve që i kanë pas. Sot kontinjera në fshat, në katun, përveç qytetit, mushen me bukë që një pjesë bukës e hanë tjetër në gjumë. Wallahi kjo ka me pas fakturë. Vëllezër, gjenatës të rej, po i thëmë, monën men, që kjo ka më në hakmarë. Kjo nuk shogat. Allahu e lenë robin e vetë, është hadith kutsi. Inna Allahe, yumhilu, wala yuhmil. Allahu i shtynë senet, po nuk i harën. Prandaj, për shkak që qito ajeti jenë më rëndësi, na nuk duhet veç me i kalu, veç me i lezu, po duhet me i përjetu në praktik. Allahu për o vëllezër, shumë e dënë ato që i jep buk fukaras, jetimit. Po dhe sklaveve, kur ka po sklav, këtu hinë koha luftës. Koha luftës, kur s'ka njerëzit. Andaj, derisa kjo çështje është e tillë, pra Allahu edhe e dën dhe e shpërblen. Këta njerëz o vëllezër, pasi që i kanë rregulluar raportet me Allahun, në ajetin 7,
Allahu çka tha? Këta i kanë zbatu urdhrat e Zotit, pra i kanë rregulluar raportin me Zotin. Tash i kanë rregulluar raportet me njerëz. Çka? Interesohen këta për njerëz. Parimisht të vëllezër, parimisht e nxjerrim edhe një mësim nga ky ajet, na duhet me i lyp fukarat. Jo fukaraja më nartë të shtëpia. Që kjo është në parim. Ai që ka, duhet me shku fukaras të shtëpia. Jo fukaran me prunë shtëpi. Se fukaraja kur del për shtëpisë me lyp, nënçmohet. Islami ka ardhur me ngrit njerin, edhe nëse i varfër. I varfër është bashkë me neve vëllezër. Fukaraja nuk ka në parim një po themi, ai që i neglizhon gjërat e kësaj bote, ai problemi është te ai. Ama në parim, fukaraja është i barabartë me neve. Madje ai mund me konë më mirë se na. Ju e dini hadithin e saktë. Fukarat, dvarfrit, kanë me hi 500 vjetë para zinxhinave në xhenet, para të pasurve. Fukaraja që është besimtar, sabërli. Besimtar, sabërli, shëqyrgji. Besimtar, pra, falenderus ndaj Allahut edhe durimtar. 500 vite ka me hi për kohë gjatë, që fjala 500 ka në hadith, dietarët thonë gatë më herët ka me hi fukaraja ose i varfrin në xhenet para të pasurit. Ka pozitë Allah. E nuk bën na me leju fukaran me ardh mundën shmu me lyp. Na duhet më shku në shtëpi. Duhet me gjetë kohë vëllazër. Wallahi kur dajmë kohë na me lyp jetimin, me lyp fukaran, çatëherë kena me prik në tokë. Kena me pa çka ka në shoqëri. Elhamdulillah, unë po them prap shumë falënderim ndaj Allahut për të mirat që na i ka dhënë. Na po i përjetojmë ai që ka 2 vite, ju shumë kallabllak, 50 vite, 4-50 vite, e kemi mrridh fukarallakin e skajshëm në Athena. I kena mrridh vitet e 90-ta, pak para viteve të 90-ta, vitet e 90-ta, kur i kanë largu prind ton prej punës mbi 100.000. Fukarallak i madh kon. S'kam i madh kon, kjo na ka shni edhe një pjesë të rinis me dalë në Evropë. A mos ka shku gatë vëllazër? 10-15 vite, ka që Allahu mas luftës me bollëk. Unë personalisht po e them, unë kam frikë tutna që kjo pëna hakmirët. Se po të prohen gjërat. Allahu në Kur'an e ka përmen, nuk po du me im shqip të gjëra vëllëzër se na tani sukur ju të rathojmë juve. Na si hoxhallar nëse i dim gjërat dhe nuk i themi, sukur ju të rathojmë. Allahu ka përmen në Kur'an, darab Allahu methelen qaryatan kanat aminatan mutma'inna. Allahu ju ja sjell shembullin e disa vendbanimeve që kanë qenë sigurta, kanë pas hajër me bollëk, po e lëshun rrugën e Allahut, u dhan mas gjunoheve, Allahu ja ka çu pastaj petkun e pasigurisë. Ja ka marrë sigurin edhe petkun e fukarallakit. Prandaj vëllezër, këto janë gjëra që duhet me pas kujdes. Pra Allahu xhelle xhelaluhu i vlerëson shumë vëllezër ato punë vullnetare që i bën robi. Këtë e ka vërtetuar në Kur'an në shumë vende, po e cek edhe një citat në suratul Bekare, ku Allahu xhelle xhelaluhu thotë: "Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib, walakin al-birra man amana billah." Allahu thotë, nuk është bamirësi vetëm i kthy fytyrat e juaja ka lindja ose perëndimi, por bamirësi është me besu Allahun, i numron Allahu këto të shtyllat e imanit. Pra, me besu Allahun, me besu angjujt, me besu librat e zbritura, me besu pejgamber, pastaj thot Allahu xhelle xhelaluhu: "Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba." E prej punëve që Allahu i don shumë është ata që apin nga pasuria e tyre që e dojnë shumë për hir të Allahut. Pra, nga dashuria që kanë për Allahun, o apin pasurive të parë që i ka përmen Allahu këtu, dhawil qurba, të afërmit e tyre. Kjo është temë në veti, se nuk e kam tani temën me fol për sadaka dhe kush është më meritori, por vetëm për kujtim. Shpesh herë na, po na ndodh, shkoj me lyp me një të varfër në atë Prishtinës në Peja atje, Prizren, në Shkup, Shqipëri. Jo, Allah po, në familjen tonë mas pari. Familjen tonë, dhawil qurba, akraban ku e ki. Axhën, djalin e axhës, kushërinin,
Të parë që ta du të minimuna. Pse? Se kjo është sadak edhe majtje lidhjeve farefisnore. Dy sevape i bën. Një që jep sadak, e dyta që i forcon lidhjet farefisnore. Pra, që ky parim, ajeti vazhdon me fol hala më shumë, por mësimin që deshta me nxjerr këtu Allah, po nuk është bamirësive që mu fal ju. Nuk është bamirësive që me shku në qabe, e me agjeru. Por bamirësi është edhe mu kujdes për ata që s'kan, tu e fillu prej tafërnve t'juft. Tu e fillu prej tafërnve që i keni. Pastaj të ndershëm vëllezër, Allahu xhelle xhelaluhu e përshkruan se këta bamirësa, kur kanë bë bamirësi, shprehimisht kanë fol mirë. Citati 9 thot Allahu xhelle xhelaluhu: "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala shukura." Pra, kur e kanë dhënë pasurinë, kur i kanë ndihmu të varfërve, jetimve, sklavëve, atyne që kanë nevojë, ju kanë thonë, na pi ushqim për i Zotit. Liwajhillah, për hir të Allahut. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Për ju nuk po dojmë as kompenzim, as falënderim. Që kjo është vëllezër, ai që jep. Ai që jep nuk duhet me prit pi fukaras lule, as duar trokitje. Nuk duhet me prit. Nëse thot faleminderes Allahut shpërblef, në rregull. Po ti më sprit që të punë bën veç për i Zotit. E ai që merr po, ai që merr duhet me pas kulturë. Duhet me pas respekt. Po ai mu lut tani për ata që i jep. Po ky që po jep, Allah po i lavdron tash ata që janë meritor të këtij burimi. Këtyne s'ju ka interesu, ai lavdron, ai përmend bile këta kanë qef, hiç mos me ditë se kush ja ka çuçat ndihmë. Pse? Innama nut'imukum liwajhillah. Na juve ju ushqim veç për i Zotit. Për hir të Allahut, të e pas frikë ditën e gjykimit që sherri është shumë i madh. E të mira tjera të shumta që Allahu përmend, pra për banorët e xhenetit dhe në favor të njerëzit, na presin edhe në citate në vijim, na këtu po e ndërprejmë ligjëratën për shkak kohës, lutem Allahun që të na bën prej bamirësve dhe të na bën meritor të këtyre shpërblimeve. Zoti ju shpërblet për durimin dhe ndëgjimin. Alhamdulillah.